Miqtë e Gazetës Infokus dhe Televizioni Dugagjini, por rikthehemi me podcastin e javës. Kam kënaqësinë me pas Natyra Kuqin të ftuar për herë të dytë prej kur kam fillu këtë seri të podcasta. Natyrë, faleminderit shumë. Shkelzan gjithmonë për Infokusin dhe juve. Shumë friendly, ti e din që unë të vlerësoj jashtëzakonisht shumë, më shumë për aktivizmin tënd për këtë shpirtin energjik për mi kontribu vendet me çfarë do kauza që mendon që janë drejta. Sa nështë si pjesë e partive politike, por kësaj herë do të flasëm për subjektin e cilin, sidomos ditëve të fundit, është bajagi zeshëm e bajagi është në gjallë debatet më në këtë shoqëni. Faleminderit shumë Shkelzen edhe për mundësinë. E vlerësoj shumë që edhe tash edhe në fushat lokale. E ke vlerësuar që më ftuar në podcast edhe po shpresoj që kemi me pas një debat të mirë me gjithë mos pajtimet që i kemi. Ne kena obligim për secilin njeri që për ne vlerësojmë që është kuadër, është kalibër i duhur, minimu, se në këtë mënyrë i ndihmojmë vendet e institucioneve tona. Faleminderit. Natyrë, po hym në fushat zgjedhore. Kësaj herë do të i provoni forcat, sot do ta keni mbështetjen e elektoratit për mi përkrah. Aja që po bëhen përshtypje këto ditë është që jeni të godit në majtë ndjathë. Për juve nuk është e mirë as qeverisja Kurti, po as opozita. Po, e drejt kjo dhe besoj që e ke kuptu mirë çka PSD-ja po don me për çka PSD-ja po don me garu, PSD-ja po garon për opozit se një shtet demokratik pa opozit mirëfillt, jo veç formale. Nuk mundet me rujt demokracinë, nuk mundet me qeverisë mirë, edhe kjo ndodh kudo n'botë. PSD-ja ka 6 vjet aktivitet politik, prej që jemi ndapive të ndosjes, edhe ma shumë, 8. Besoj që e kemi shpjegu Kurtin mjaftueshëm se cili qytetar në Kosovë sot e din qëndrimin e PSD-s lidhur me qeverisjen e Kurtit. Nga njëherë ka mujt budoksi i natë personal se kemi qenë që aty, mirë po besoj që koha e ka rikuptim mësues qaru ato që kemi dash me thonë. E sot kemi qartë edhe ato që e ditëm edhe para zgjedhjeve. Që kjo opozit Kurtin nuk e dëmson. Që kjo opozit Kurtin nuk e rrezikon prej pushtetit. Që kjo opozit ta marrë një pushtet si Kurti edhe gjatën pushtet. E prandaj për me ndru pushtetin, duhet me pas opozite. Që ajo opozit na besojmë që jem ne, PSD-ja. Kështu që është e drejt për një subjekt politik, mos me thonë opozita është zgjidhja, sidomos kur nuk është, për që ata dhe po garojnë. Me besu që ka një zgjidhje që s'është PSD-ja, për një situatë edhe për një aktualitet politik, edhe për një qeverisje që shok Kurti, atëherë s'kishin pas nevojë me garu hiç. Po Kosovës i duhet opozita e për këto po garojmë. Po garojmë për një opozitë. Kritikët shpeshherë kemi dëgjuar ty thonë që në farforme më shumë pja bëni argatin vetëvendosës edhe Kurtit, derisa nështë po merrni më shumë me opozitën se sa me vetë Kurtin. Ja, 8 vjet na kanë thonë pjuna të opozitës, shitun të opozita, pja bëni argatin PDK-s, pja bëni Lumirit, pja bëni Kadris, pja bëni atik, kështu që thojnë kundërshtarët politik nuk ishtë dash me qenë shpjegimi për neve, e as çka na munohem me tregu. Na nuk jam politik, mi u dëshmu kërkujtën, këto duhet me ditë. Nëse dikur jemi dok të e shpjegu Kurtin në pushtetin e ti, nëse jemi dok krahi opozitës, vegël e opozitës, sot krejt duhet me kuptu që nuk ka qenë ashtu. As sot nuk kemi të ja kry punën Kurtit, se nëse ka dikush në Kosovë, që ka të regu që është autoritarizmi të paret, populizmi, që ka i bjen pushtetit që operon përmes krizave, përmes punës, mungesës së punës, e situatave të shkaktume, të cilat Kosovën e majnë gjithmonë në një tension, që hu vëmendjen për qeverisës. Na i kemi të regu këto Shkelzen edhe besoj që se cili edhe votues të VVS din kush është opozita për një me e Kurtit. Mirë po, shumë gjatë kemi metë dhe pa të regu që kjo opozit është fajtuar për një situatë krijuar në Kosovë, e që është
mungesa e frymës opozitare, 43 deputet në kuvend, mos me marrë fjalën as kaniherë për me fol, mos me ngrit çështje që është mungesa e kryeprokurorit, 5 vjet, mungesa e transparencës, kaloi këshilli prokurorial, u zgjodh antari i këshillit prokurorial, pa asnjë problem. Nëse nuk jemi aktiv politik, na as nuk e marrim vesh që po kapet bordi i RTK-s. Komisioni pavarur i media, nëse vetë nuk jemi me politik të marr, sa për partitë opozitare, Kosova, edhe qytetarët kosovar nuk e din çfarë është ndodh. Zëri më i fuqishëm në kuvend është zëri i opozitës, e nuk ish dasht me qenë kështu. Përveç tjerave që unë mendoj që duhet me gjetë edhe forma tjera demokratike me pengu pushtetin, kur është të marrë vendime jo demokratike. Nuk po them me kall kuvendin. Ama dush më ngresh zhagër nëse është nevoja, në rrugë me dalë, për çështje që i ki me rëndësi e bindje. E këta janë në një farë atije, tu e komentuar 16 euroshin e kurtit në llogari bankare, në ndërkohë që kryetari i komunës i ka 5 milion llogari. I një parti opozitare, ta nxojmë, se janë shumë, po tash shkelzen nuk mundem me proklamu që është sukses me him politik e mu bo milioner. Se qytetari, po thot, e kom qita që e hargjon rrogën e vetë, jeton mirë, jeton me 3.000 euro, e jeton me krejt privilegjet e pushtetit, po me gjithat si pas ka 5 milion. Që kjo tani është kjo lidhja e shkurt, që mes të milionerit edhe kurtit e gjithë kurtin. E nuk e kini palë të rejtë se ke pas deri tash, si opcion me votu në zgjedhje. Mësara që është edhe ona tjetër. Duhet me tregu që autoritarizmi... Në një mandat të vetëm, tash dyshoj, bazuar në ato që kemi po, që kemi raportu, ma shumë milionera janë prodhu në qëtë mandatën qeverinë Kurtit, sa ndoshta qeverisë tjera. Që ka ministra e që ka njerëz brenda vetëvendosjes, që janë të pasunu në mënyrë tepër të shpejt, as fare nuk e kom dyshim. Lëvizja vetëvendosje, fatkeqësisht, operon me një individ. Autoritarizmi e ka qatë kokë, pejtin qatë ai vlerësohet. Nuk vlerësohet njerëz të elektorati, është Albin Kurti edhe krejtjerët. Që ka në vetëvendosje njerëz korruptum e që janë pasunu shpejt, e që nuk, absolutisht po, këta nuk e amnestoj dhe s'muna kur me amnestu, por njerëz peshojnë Kurtin edhe opozitën. E opozita pëthot edhe ju po vjedhni si na. Qka po du me të regu është që PSD-ja... E po dhe justifikimin tash, nuk po dalin me argumentu që këta nuk janë të vjellë. Jo fare nuk me rëmat kjesë. Kalurën nuk vjellë ma shumë. Dhe ma tash është të ju bo krasimi kush ka vjellë ma shumë. Jo kush është mo ato idealizmat, ato një shtet me duart pasnara që lufton korrupsionin e krimin organizuar. Po, shpelzem, po për një me kemi lider opozitar që janë pasunu shumë shpejt për politikës. Për një me kemi opozit që hala pasunohet për privilegjit pushtetit dhe këqyr që shme nda pushtetin me Kurtin. Njerëz dojnë me ditë nëse je opozit për një me, apo je opozit sa me nda hisën me Kurtin, kur ti me ndonë që Kurti s'qet për pushtetit. Se që a dhe gjumë na ke për LDK-s, nuk i morëm 4 ministri se na kishë qitë mas një muje. Deshtem sigurie o presidenti. Nëse ti po thur që Kurti është i keqve se se ndau pushtetin me ty, edhe ki mu ullë me fol me të në tavolin mas zgjedhjeve, qëfar opozite jeti bre? Qëfar opozite jeti? Qëfar opozite jetu po? Natyrë, une pajtona plotësisht e moj që të qëndrim prej kohësh që për një me këta opozita, një farforme, asë një kauz të vete nuk e ka. Nuk u zënë me dalë asë mja përmen emnin, nuk u zënë me dalë asë mja komentu skandalet se s'tonë musulmu për Kurtit që rrjedhin për atyjit. Po në menaj që është edhe një interes për te i kësajna që na e shomi. Pushteti Kurtit edhe temat e mdhaja nacionale, edhe që kjo zhurma madhe ma shumë për kur gjëhish e betejat politike, u shkallë një farë qadre që e ka mbëllu edhe hajnin në për nivellet komunale të gjitha partive tjera. Se me thonë a jena marrë me veriun, për nuk fokusi qytetarëve nuk u konë qa po vidhet e qa po bëhet e qa po punohet atje, ose qa po bëhet me këtë sektore tjera, ose këto që e në ma interes qytetarëve. Pajtona plotësisht për këtë pjesë, për nuk e di sa do tjetë platforma e juj në këto zgjedhje. Natyrë, PSD-ja është e mirë në aksione, në këto veprimet simbolike që i bënë. është edhe ma e mirë është në qeverisje edhe në opozit në kuvend. Jemi për mund të lidh. Për marrë deri që ati, në kishë interesu me ditë sa platforma ju. Qka
e bën qytetarin me ardhur me votu PSD. E the pak ma herët që qytetarët nuk merren fort me punën ose mos punën e Kurtit. Nuk merren fort qysh ka degradu gjendja në shëndetësi ose në arsim. Ministrin e shëndetësisë nuk e kemi pa në media që 2-3 vjet. 2-3 vjet, nuk ka ndodhur ma herët, a? Sepse Kurti qeveris përmes krizave, edhe që kjo opozit nuk ka ditë me shpërfaq çka i bjen, një person si Kurtin politik e ka pas gjithmonë qasin erxon veten Kurti, erxojnë ambasadat. Pra po du me thonë, nuk është diskutim platforme kjo fushat, nuk është diskutim programev. Programet se cilla parti ka më të mirë se tjerat. Programet. Kjo fushat duhet me bo demarkimin kush është opozit, kush është të ngajt, të i thyko me bo koalicion me Kurtin mas gjedhjeve. Kush po don koalicione për me rrit pozicionin e vetë, për me met kryetar partije mas gjedhjeve, për me bo koalicion Prishtina atje këtu për me rrit pasunin e vetë, edhe kush është opozita që ka mu vetë muhu, ka mu sakrifiku nësë është nevoja, ka me majt burg nësë është nevoja, po ka me ruj demokracinë e vendit. Ka me punu për një me për qytetarë. Për mu që kjo është të rëndësishme, edhe jo marë shumë edhe ndëqan me program, jo marë gjatë, kom bo program 3D, analiza financiare, që shkom i arrit mi bo këtë planet e mija, po në fundit qytetarit i interesojke kush për një me ka kundërshtu pushtetin 23 vjeqarë ndëqan. Edhe për që ata më kanë votu, që ata që më kanë votu. Kështu që për neve është më rëndësi këtë moment me të regu, na pedim që s'keme qeveris, se tash mos bom që kemi mi fitu 50%, ose që kemi marrë në pushtet me garën e parë, na pedim që s'kemi marrë në pushtet si PSD, po që ka për ju kërkojmë qytetarëve është që 6 vetë në kuvend, minimumi, edhe që kjo është dallimi që i vynë Kosovës. Kosova praktikisht, Ballafaqohet me cilin do pushtet. Qashtu është, edhe që e aktivizon edhe opozitën tjetër. Nuk mundesh me konë opozit, mos me thuni zoni asë në kuvend, se lemo dikun tjetër. Me dalë veç në fushat zgjedhore me folë. Me bomat e pushtetit Kurtit, a me vetëvendosin aty? Edhe njëherë? A keni më marrë ma shumë me bomat e vetëvendosës e Kurtit në këto 6 vite pushtet, a të opozitës? Absolutisht Kurtit. Kjo s'ka asë një dyshim. Do me thonë ti kur të vesh në kuvend edhe ti kimi abo opozitën Kurtit. Që tash na jemi tu folë për opozitën se besojnë fuqishëm që kjo opozite ka nëzonë vendin me një shpjegim, jo Kurti me Serbin, jo Kurti po vjedh, jo do me thonë gjana që nuk e dobësojnë Kurtin. Na jemi tu marrë me opozitën se e ka nëzonë një vend të shenjt, që është opozitarizmi edhe nuk e kryen punën e vetë. Po ti kur je opozitar në kuvend, formalisht, edhe të e kryu jo veç formalisht detyrën tonë, po edhe të e luj qatë rol, ti s'ki qa merësh mo me opozit, ti ki punë me pushtetin. Na po dojmë me pas mundësin me kundërshtu pushtetin. Na po besojmë për këtë takimeve që i kem pas shkelzem për këto vjetë, që votuesi opozitar është i papërfaqësuar. Ma radikal është votuesi PDK-s, në Skënderaj, në Prishtinë, në pej kur e takon, e i LDK-s, se sa vetë këta lider të opozitar. Këta janë, dojnë marrëveshje klasike, tipike, pëse mërë po dojnë marrëveshje me autoritar? Qka, apo e kupton se nëse bon koalicion, me një autoritar ti të rete shuhësh, nuk ka kur gjo aty, këta përvun me hy me loj në fushat. Na nuk po dojnë me që vendit zgjedhja, po dojnë marrëveshje klasike. Hajde, meri 4 ministri, jo s'po dojnë ministri se ti na qëtë, në regull, qa po dojnë, presidentin, po mërë hajde që, unë po ta votoj. Jo s'po dojnë. Do më thonë ti ke shpresu që Kurti nuk thirë, edhe e lem fajtor Kurtin që përshkojmë zgjedhja, e po që nëse hinë në strategjinë e ti shkelzen, gjithmonë ki je i humbun, sa e ka edhe planin B, edhe C, edhe këta kanë menu që Kurti nuk ja o ep qa kërkojnë edhe del blokuse. Duesh me bo sene politik veç ka mundesh për një me mi arsytu. Edhe që mundesh për një me mi bajt. E ti s'mundesh me hin lojt Kurtit, sa në qato je i humbun. Absolutisht. E kuptoj, ndoshta politikisht, strategji e juja mund të më qenë që... Bindje. Jo, po flas për... Tani edhe strategjin ja bojmë qatë në bindje. Po, strategji e fushatës mund të më qenë që po, është e vërtetë edhe në pajtohen në plotësisht që qytetari që nuk është me Kurtin,
edhe nuk i pëlqen qeverisja e Kurtit edhe këtë kjo çka e shohmi, është i pakënaqur për shkak se nuk po sheh lider që i përfaqëson mirë. Ndoshta kjo mund të jetë arsyeja që e keni pa që ma let mund të kapen elektorat ose vota te pjesa opozitës, pjesa e pushtetit të Kurtit, apo është strategji e kombinuar ku ndoshta të pakënaqërit e vetëvendosjes, edhe ku është targeti i juaj realisht? Më thonë drejtën shkëlqen, a fiton a nuk fiton, me qitë bindje nuk është garancë kur gjo. Nuk është diçka që është i vetmi sen që PSD-ja mundet me mbrojt, edhe i vetmi sen për cilën PSD-ja mundet me qenë vetvetja, është që kjo qasje që e ka. është bindje, s'po di qysh me thonë, nashta nuk çon rezultate. Po na fat gjatë, kjo është investim për bindjet tona, që nashta jo më këto zgjedhjet e tjera ka më kuptu. Nëse dikush po mendon që është strategji me marrë votë, sepse beson që opozita e LDK-s është ajo që rrëzon Kurtën, zgjedhjet tashme ka me kuptu që kemi pas drejt. Nëse dikush ka dyshim që për e dëmtojnë PDK-n, e PDK-ja është zgjidhja, zgjedhjet tjera ka me marrë vesh që nuk është. Pra që apo thojmë është sedim elektoralisht, se na nuk është që bojmë matje, na besojmë që kjo është realiteti, në Kosovë realiteti shpërblehet herët avonë. Unë e di se që ky shpjegim politik, që Kurti nuk e rrëzon që kjo opozit, kjo ka me e gjetë shumë shpejt vendin e vetë. A beson që të zgjedhje mund me prodhu rezultat tjetër natyrë, sinqerisht? Me thonë sinqerisht, besoj që ka rëndësi shumë edhe që ky muj. Ky muj fushatës, në qëtë frim çfarë jem. Mundet me ndru një përqindje të caktuar. Unë nuk pres që këta e marrojnë ai kauz që tash, s'kan bo që një 6 vjet, s'kan ditë me prodhu kur gjë, tash më fushatës bilione dyshojt kundërtën. Ma shumë ka me kriju momentum e ka me talujt opozitarin Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti së këta. Pa beson që në qitë situatë çfarë jena, si me thonë, nështë ta qytetari e ka po në ato që na i diskutojnë. Ja dhan 50%, nuk po dhe me qeverisë. Po synon presidentin, po don këtë shtyllat e pushtetit, po don me cenu rendin kushtetues, po don me ndrru kushtetutën, po don me cenu demokracinë e këtij vendi, apo den. A din me lexu qytetari i shtonë, me thonë ja ka dalë se ta jepëm hakun, nuk dite më na përfaqësoj. Qytetari din edhe është ma politik se sa që neve na duket. Din. Që ato që thash ma herët, hapin opozita parlamentare, formale po thëmë, hupi në momentin që lypi me nda pushtet me Kurtin. Nëse ma herët shpjegimi këtë që Kurti është bloku se s'peja presidentin, sot elektoratin e ki na qoj opozita në zgjedhje, shkelzen e kjo është më rëndësi. Prej ditës që u formu qeveria, Kurti qoj vendin në zgjedhje, e opozita bashkë me to. Kritikën ndaj opozitës e kumpos, pëse nuk e kishin guximin me thonë po shkojnë në zgjedhje. Qashtu do. Se këta e lutëshin si asë një vend tjetër në botë, bëne zgjedhje presidentin, mësë në qenë zgjedhje. Më falë. Kjo që po thu tani e ka normalizu Kurtin. Qësh e ka normalizu? Një opozit që thot, hajde, po ullëm tavolin me Kurtin, po dhe opozita tute që ja se këmë në vendin zgjedhje. Po dhe, tu të marrë, opozita du të me që vendin zgjedhje. Opozita du të me synu pushtetin. Opozita që ullët me Kurtin tavolin, e negocion, ajo e normalizon Kurtin. A din që a i bjen dzen me normalizu pushtetin autoritar e me shku në zgjedhje për që ati pozicionin. Nëse këta e kam pas për zvërteti, o do është me thonë, na po shkojmë zgjedhja, për i ditës një, se na së pranojmë as një marrëveshje me dikon që është autoritar. Këta tashti du të me bajt barën e vetë, që na qunë në zgjedhje për pozicionit që dashten pushtet, su pajtun, menun që vjosa është zgjidhja tash LDK-ja dhe hajde po shkojmë zgjedhja. Po du me thonë, kjo këtë taktizim i lodh, pa bindje, e që ata s'mujti mu mbrojt mirë. Kështu që për neve është më rëndësi me kuptu që na vynë opozit e vërtet, për me, opozit që nuk këshyrë viç, a ka me fitu 3% ma shumë, a ka me ra 4% ma pak, po që këshyrë me ndërtu diçka që është idere, naracion i ri, shpjegim i ri për shtetin, shpjegim i ri për vendin. Nuk ka nevoj Kurti me konë personi i cili ja u merë shpresën njerëzve që kanë thonë, i besumë edhe që ti na shgenjel, ta shti s'ka mu kur gjo. Jo, PSD-ja po do me tregu njerëzve që
as nuk është opozita, as nuk është kurti. Jemi na që posynojmë vendin e opozitës parlamentare, që e bojmë opozitën për një me, edhe që ndërtojmë diçka në fat gjatë që edhe me ndru pushtetin. E kjo është demokratike, legjitime, po jo të i thonë edhe ti isha hajnë si one. Jo bre, jo, hajnë për hajnë, njërë spedojnë kurtin, ose vetë vendosjen të anëzojmë. Le kurtin, hajna për hajna, që po thonë këta i kanë ministrat edhe këta të korruptuar. Po për që i pëndrojnë pak, a bën? A bën mi ndru hajnat, na po dojmë. Po du më thonë që kjo konë opcioni, jo edhe ti po vjatëshe. Një mi kjami e thotë që këta edhe kur vjellin edhe kur i bojnë milionat, të lypin a 5 mjau qitë kafen, për mu dukt pak dhe që s'kanë bo pare. Problemi është se në dhe impuls ndryshe ishtë në zgjedhje, kandidimi ju. Edhe lifestyle-in, që të ndrimin e shpejt lifestyle-it, opozita nuk e ka pas fare kujdesin me erujt njërin, votusin e tyne, vetë mohimin e aktivistave politik, sakrificën, ma vetë më usë kona i në ndeg atje, se këto që ka përgjithësi politike, ku nuk e motivon të qatë aktivistin atje në katon në Loqan, ti nuk iqush me motivu as mobilizu as elektoratin tënë. Nuk mund është ti me motivu. Ka herë së mujna me pru tem debati, po ka herë në menaj që një pjesë madhe të njerëzve të liderve, ka herë gjinja ja kryojnë profilin edhe t'ja po gratë në për rrjetet social. Paj, kur jem politik... Nuk thuhet shumë, po në fakt që ka... Ti e ki familjen jashtë, folem edhe ma herët, unë e kom familjen jashtë, shpesh e besoj edhe mendoj që mos me qenë familja, vllaznit, motra, prind, nështë s'kisha mujt me u angazhu në PSD që 7 vjetë. Rroga e vogël, pak të ardhura, po du më thonë se kisha pas luksin mu angazhu 100%. Ishto është me punu edhe 2-3 puna tjera, që shkon bo ma heret 11 vjetë sektor privat. Edhe, po bre, nuk jam me proklamu varfnin. I kemi restoranet, i kemi kushtet mirë, që shka në regull biznese familjare. Nuk jam ka du me shty që është mirë me koni varfën. Ama, ja, du të më bo një diferencë këtë, se nuk mund është më krasu politikani me një biznismen. Këta po du me thonë. Këta e në ty shty tasha ma shumë kanë bili një pjesë e madhe biznismena që punojnë që 20 vjetë, e kanë ka 100-200 punëtor, njën gjelas da i këtyne se këta pa bo kur gjoni pjesë e madhe. Nuk janë dhe gjelas, po edhe njën kesh se janë në kredia e këta nuk janë. E këta i kanë kursime, i kanë milionat. Qa po thomë është që mës ta kesh kuptohem se me thonë jo e varfën, jo, kur gjo. As po dojmë varfni, as nuk po dojmë njës që janë varfën, ama duhet me ditë edhe për çka hinë në politik. Duhet Kosova mu bo ma aware për politikanë që në politik janë për me mri shpejt e biznesi. Nuk ka tolerancë. Fillimisht duhet me pas tolerancë brenda subjektit e pastaj as për njerëzve. Nuk ka kuptim. Sepse kur të fokusohesh në biznes edhe shtrin që aty energjin tone, automatikisht ti je në një nivel tjetër. Një nivel tjetër. Nuk mund është mo me pas një djeshmërin, as nuk... Kur gjobra, se ki fokusin. A pajtosh që lëvizja vetëvendosje i ka djegë shumë karta që sot është zërë me u proklamu ose me mëri besim të qytetari. Si me thonë, nëse deri para një kohë e kemi vlerësu këtë njerë që kanë hi, kanë bo sakrificë, si me thonë, kanë pas aktivizmi, idealet të në komat maja në ngnej, edhe e erdhen në pushtet, kur erdhen në pushtet e pam që në rrunë edhe dolen këtë të tjerë. Hala pa ardhë në pushtet kanë. Hala pa ardhë. Ama nuk e kanë kuptu. Sa është e shtirë sot që kja me u përkthy në bindje të qytetarët, që dikush hin edhe e ka me shpirë të vlakit punë që dënë mi kontribu vendit, po dënë me lonë gjurën për të mirë, po dënë mi adhoni, si me thonë, një kontribut në një segment caktun, qoftë të i ka pjesë një partije opozitare, a o djegë që kjo si kartë kështu, përshta se e shë që është, sidomos që të fakturë e paguni ju PSD-ja. E tha që ju paguni shmimin për shkak se e shojnë pak si nati, njerës të mu i me menu me tha okej bes, po atë platë që ta të vetë vendosis, nga kanë tha që shtu, këta i në komrana që atë javden. Sa zërshme sot mu artikulu si bindje politike, si mendimi besueshëm që kjo të qytetarë?
E tha shumë mirë, na kur kemi vendosë me dalë për lëvizjes vendosje, që ka thonë rrini, jo po shkojmë. Do më thonë, prima kemi shku vetë. Edhe asnjëherë s'kom leju ason, as njerëz tjerë në PSD, kur më shkun sot vjetë televizive, ose dikon dhe ma kanë bo, jo, jeni kështu, jeni ashtu. Nuk e kom leju shkelzen asnjëherë me ma marrë vullnetin politik edhe me largu për bindjeve të mia fakti që shemi gjyku. Edhe jam një tepër mirë që kemi mujt me qenë në pozicione të rehatshme dhe jemi dalja kemi një pejzaras. Do thonë, me një zyrë, të renovu vetë, që të përballë Infokusit, me shumë punë, me djemë qika, bashkë aktivist, s'di sa muj për me e marrë një zyre të lirë. Do më thonë, pe aspektit financiare, deri të aj moral që ti ke ndërtu diçka gjatë, edhe po do një të regu njerëzve që hek ka dalë se nuk është në rregull që kjo, jo pse ta prishit ty dikush aty, po se që kjo është rrezik që o ka ndodhë. Edhe ka mu për këtyn qeverisje, edhe njerëz kanë thonë, ti e smut se nuk bën me folë për dikon që ke qenë bashkë me to. E unë e besoj që bashkë roli e detyra janë është me konë rojtar që asaj demokracie. Unë e sot jam PSD. Mas 5 vjetëve, me po, 5 vjetë, mas 5 vjetë, po, edhe mas 5 vjetëve me po të njëjtën tendencë, PSD, roli jam që jem që aty, është me tregu, edhe nëse PSD-ja po rritet, që qaj sen nuk gudzon me kalu, unë nuk gudzoj me najt dikon, vetë se jam rahat për veti, e unë kom mujt me qenë rahat për vetin vetë vendosje. Qa po du me tregu është që nuk është partia politike marrëdhënie shoqërore fisnore, është parti politike që ku nuk është mirë dush me dalë, pavarësisht që dham, pavarësisht që mërzitesh, pavarësisht që është shumë zërë, me metë pa që atë angazhim politik që ti ke besu, ti kur të punojsh dikun, ti investohesh 5 vjetë 6, trajtojnë keq, duhesh me dalë, trajtojnë në kuptimin jo personal. Trajtojnë krejt në atë lëvizjen që e keni ndërtu, e keni rritë, e po keni në 2019 kanë ardhur shumica oportunista, se e kanë pa që mundën me fitu, unë kur i kom pa njerëz, që ma kanë përplas derën para ftyre për vetëvendosjen në 2017, që e kanë shojt Albin Kurtin, që i kanë thonë rrugë gaç ngrehet rrugëve, ky nuk mundet kur marrë në pushtet në 2017, në 2018 njëjtit janë konë linçues në Facebook, në 2018 zën. Në 2019 militant partisë, qysh u bua jo? U bo sepse njerëz të oportunista. Jo, me qenë të më shalë mu kër që të shah skandale për qeverisit e kalur. Po pra, oportunistat e kanë shfrytzuar rastin, kur e kanë pa që po fiton. Me oportunista na njëherë si PSD s'kemi punë, po shpresoj që kur. Njerëz duhet mu bo me ty kur mendojnë që ki drejt edhe kur je pak, e me të një mu bo shumë. Se kur të bo shumë, vjen gjithkush. Për këta mu i me thonë shtirë që e kam një respekt veçantë për Infokusin, edhe për plot media, po sidomos për juve që keni qenë gjithmonë, në anën atyne që besoni, edhe kur vetëvendosja ka qenë keq, edhe kur keni besu që ka drejt, po edhe në anën e secillit që keni vlerësu që është i vlefshëm për shoqërinë. Për këto, mendoj që është një rol, mi bind njerëz, sa të mundem, që zëri opozitori vetëvendosjes ka me qenë zo, për një me, pa kushte, edhe veç se jemi vetë më husë në politik, vetë se kem qef mi shty bindjet e tona, edhe jetojmë me qef në politikë dhe në organizim politik. A është vështirë nëse hupë të në kohën, është shumë vështirë, se ti nuk ki punë veç me vetën, ki punë edhe me mobilizim, ki punë edhe me masën, ki punë edhe me njerëz që dojnë me të pas sukses, edhe që jënë lodhë në ashta prej kritikës, edhe jënë lodhë prej mungesës të suksesit, po në sukses edhe këtë njerëz që janë PSD, ata që rrinë me neve pa asë një interes, edhe aktivizohen se cilin rast 1200 nënshkrime që i morëm shesh me plot fjallë të mira, dashnie, suport, është e bojnë vetë se e kam pa që fjallë që i kemi thonë. Nuk jënë konë asë prej nati, edhe nëse jënë do kështë ashtu, nuk jënë konë asë se jemi dëmtu personalisht. Kanë qenë pikrisht se kemi zgjedhë me thonë qashtu, se kemi ditë se që tu ka me ardhë. E kemi ditë që kë pushtet që tu ka me ardhë. Edhe kanë mu vërtetu këto. Kështu që sot kushdo që është me PSD-n, edhe kushdo që ka me ardhë, qoftë nësë është i shgënyu me pushtetin, qoftë nësë është i shgënyu me opozitën, ka me ardhë vetë se beson që e kemi bo për zgjedhjes së lirë dhe të besu në qëto sene.
as se kemi shtyja agenda, as nuk i kemi tut kërkuj, as i tutën pushtetit, as opozitës. Njerëz kanë thonë, keni hi në koalicion me AKN 2019, se s'keni pas qarë. Kemi hy, kom votu kondër, ka votu Dardani kondër, s'kemi dash munda dhe njëherë si PSD, po kur s'kemi thonë që ka qenë koalicion i mirë ose që e kem bështet. Fushata ndeqan, nuk kish mujt më bo që ashtu që është bo, kur, heq, kishim qena me dikon ose për dikon ose ty shërby dikuj. Kemi qenë të pastër edhe në atë rast, edhe mas ati koalicioni, edhe ku mujt me bo një fushat që ka marrë vëmendje te nacionale. Me një telefon, me 2-3 të ri, e me shpenzime minimale. E kjo mundet më bo edhe në këta qëndrore, nacionale, edhe mundet më bo vesh në qështu, kur besojmë shumë, se pishojmë opozitin që po dalin studio, edhe pak jonë si pa tekst, se jonë pa bindje për momentin. Po mundona me të kuptu në këtë këtu argumente që për një mend ndoshta njerëz duhet me vlerësu që të pjesën kur njerëz janë konsistent, kur janë me parimet veta, kur e kanë një mision përpara, edhe nuk bojnë shumë kalkulime ndoshta politike, po qëndrojnë mbi bindjet e tyre politike. Që kjo të edhe në dina që nuk është mjaftueshme për me tërheq elektorat. Që kjo nuk është mjaftueshme ndoshta me bind njerëz në mos. A mund shumë një 3, 4, 5 argumente pse nesër unë duhet me votu dhe qytetari rëndomt duhet me votu PSD. Se ndoshta unë e kuptoj situata në çfarë jepna, që to shka kemi po degradim në këtë nivellet e pushtetet edhe në kaluarën edhe në këto tash, do më kemi arë në shpeshere përmeni as temë diskutimi, ma nuk përbon interesat e qytetarëve. Tash një farforme edhe këtu për dëgjej është se me qysh me rujt demokracinë, qysh me rujt do shtyllat shtetit, ndërsa nuk flasëm shumë për progres, për parime, për premtime, për ato që ka mundet nesër me apo harin qytetari që asaj vote që e ditën e zgjedhjes. Normalisht, besoj fort që aty ku e vën theksin e kritikës, që aty që ajo është pak edhe pushjeti. Kemi folë gjatë që Shkurti nuk e ka bori shpërndarjen e pasurisë, edhe që Shkurti ka jep pare në momente kyçe të njerëz, e që s'kemi mujt mi dalë kundër që asaj përderisa ka mungu kjo tjetra. Njerëz ka nevojë për pare. 100 euro për ta është shumë, se janë shumë keq. Po gjithmonë kemi tregu që Shkurti pima njerëz keq, edhe në fund po sillet sikur ai baba që të manë të mvarën prej ti, edhe në fund të shpërblen me, i manë krejt pare, ti mbledh krejt, edhe në fund të shpërblen me diçka që është e jotja. Me vitra. Ose vlla i madh që përpara nuk on pak në naj shtëpi kështu që ka mungu prosperiteti, ka mungu ose familjari që drejtësia. ja të bërë rrogat këtë antarët familjes dhe në fund ja jep ato për rrugë për ushqim. A bën që ato pare me investu që krejt me pas pare në shtëpi, barabart, a bën mos me pas nevojë Kurti me dhonë veç momente caktuar me mjete. A është skema sociale për juve aty? Shteti i mirëqenies sociale nuk është shtet i skemave të caktuar. Nuk është krijon sistem. E përshtash PSD-ja, dush me kriju sistem. Sistem të rishpërndarjes së pasurisë të cilat kthehen të njerëz që kanë nevojë. Shëndetësi të mirëfillt, arsim të mirëfillt, rrugë që duhet. Na halov desin njerëz, veç për shkak që i kemi rrugë që nuk përfundohen kur, që janë me rrezik të lartë. PSD-ja qëndron për barazi sociale, qëndron për drejtat e punëtorëve. Ka ardhur të thonë kena mi shtu qindra inspektor, ma pak kem sot se sa kur sokon Kurti në pushtet. A dikur janë nisi inspektime vë Kurti, kur vran vdesën 11 vetë për një kohë tepër të shkurt. Prej janarit, 11 ndo këtë shtu dhe 12 njerëz. E na folim për ta tash sikur numra. 50 inspektor shkelzen. 50 inspektor, për që shikan kushtet e punës, unë po të regoj, me shku me këshyr një banesë me një shoqe që e ka ble, rrezik është me hup jetën qa ditë që shkon me këshyr banesën që është ndërtu, pa pik barriere, pa pik mbrojtje. Tani thonë s'ka punëtor ndërtimi.
pse punëtor, qysh, nëse vdes i 11 punëtor. Vendi punës edhe le që vdes o shkelzem, po edhe familja, fëmijët e tij, nana, baba nuk kanë mu me çka me jetu. Do me thonë kemi mri në pikën ku ky thot unë jam social-demokrat, i ka 50 inspektor të punës. Kjo është krim. E për këto angazhohet PSD-ja. Normalisht që janë këtu rishpërndarja paras, kthehet të njerëz, pensionistat kanë pensione më të dinjitetshme, nuk ka nevojë mi harxhu miliona në momente kur ty të vyn elektoralisht. Që ato miliona mu përdor ç'sh duhet, ai pensionisti i gëzohet 50 euro më shumë i marr, kur e din që i ka për çdo muaj. Edhe ai e llogarit. Sot pensionistit e na jeton aso për barnat veta. Do më thonë, nën minimumin jetik jeton pensionisti. Për këto qëndron, për barazit gjinore qëndron PSD-ja. Barazit gjinore jo veç tu e lartësu rolin e gru si riprodhuese, që gruja është nanë dhe që ato, kur të bëhet nanë, në ty ti qes do pare për fëmi. Jo, dhe i të vendos gruja mu bu nanë, duhet mi pas mundësit e barabarta me burë, e kjo bëhet tu investu në gra, qoftë duke i ndihmu sektorin privat kur punëson gra, qoftë duke ju jep atyre ndihmë që mos mu përjashtu gruja nga puna në momentin që ka plane me lind, e tjera politika promovuese shtyse për gratë, fjala barazi gjinore, tok fjallë që është bo bajat, kur gjo nuk është bo me të shkelzen. Kur gjo hiq. E ka marrë votën e grave, i ka qitë do granë për fatësim që unë tabi Vjosa Osmanin Albulena Agje, unë e pjuni mëj grave, po këto grasë kanë po kur gjo për barazi. Nuk është veçën për fatësim barazia gjinore. Nuk është veç tu qitë gra në kryetare. Ajo nuk është kur gjo nëse nuk vazhdojnë me bo politika të cilat gratë i nxjerrin për lumit të përditshëm dhunës familjare. E kjo është shumë e madhe. Dhuna në familje në Kosovë është tepër e madhe. A diçka e sjell dhunën? Mungesa e barazisë financiare, ekonomike. PSD-ja beson që për me rregullu barazinë gjinore, duhet minimu grave mu pavarësu financiarisht. Kjo nështë asosh populiste, edhe burrat s'kanë qef krejt me ngu, po si cili burr që e ka gru në panvarën e financiarisht ka me jetu dhe për veti ma mirë. E duhet me punu pak edhe me shëshnin. Nuk mund është ti si vetë vendosja, ose si opozit me këqysh ka shëshnia, patriarkale, në regull, edhe lej që atë vizh votën t'ja o marë, jo bre ka dole. Nuk duesh me marë votën e cila të konvenon ty, po nuk e ndron shëshnin kur. Se qka je ka bën? Ti je ka e gjenë shëshnin keq, je ka donë me lonë edhe ma keq, tu i thonë që unë të përshtat në aty, se ja epi gjyshit do pare mu kujdes për nipa. Kush do që kujdeset për nipin besën, ko me pagu. Lejet i gjyshin, let këfilët, let jeton pak për veti, edhe meru me kopshte, edhe qerë dhe publike. A di pse? Se fëmija ka nevoj me pas edukatore, të cilat janë të trajnume, shkollume. Jo, Albini thë ke kom jau pagu vjerrat, më jau këshyrë. Po kjo nuk ban, kjo është prapa mbetuni. Vjera, familja tradicionale, ku vjera jetojnë me... Jo, nuk e promovojke që këme investu, e këme i bato qerdët që i premtejke... Vjerit e vjerës, rritja pensionet, let shkojnë deti, let jetojnë mirë, let kanë dashni e harmoni, po mëse shtita është ti pithu asaj vjerës e vjerit, që nuk kanë ko për nipa. Ti pithu që qëre rralta kumë caktu në prej qeveris, edhe kumë të qitë pare po bëne. Vjera du të me qenë të lirë me tu jetën, ti dush me kry punën tone, ajo është qerë dhe publike, me njerëz të kualifikum, ku fëmija ytë e merë edukimin i cili është në trend me kohën. Nuk ka nevoj fëmija nesër i kurkujt me marë edukimin, kur s'ka zgjidhje tjetër, edhe na jemi familje solidare, dikur smuhet, ki me lypë mbështetjen për vjerës, babes, mames, në rregull është kjo, po jo me zavencu rolin e qeverisë. Edhe jo mi shty që ata që është të trashëgume, kanë etë vendet demokratike, kanë etë vendet europiane me këtë punë. Natyrë, nuk lypi kështë shumë prognoza mi shti njerës të sikletës. Po do me lidhë me parashikimi ytë personal, ty po krejt qëto rrethana që shku me dhe një herë në zgjedhje, që për një me
është ju abuzu me qytetarin e kësaj republike, vëlla. Po, shkruan zgjedhje. Cila është parashikimi jot edhe një koment për Vjosa Osmanin. Vjosa Osmani pëden rrugët bashkimi i shpresës e ajo që kemi pa që ndodhi 2021-ën e këtë saga që ndodhi deri në momentet e fundit ku Albin Kurti tha ballë se deshtu më dashte. Zgjedhjet e kaluara PSD-ja bën diferencën diaspora që nuk mund me arë me votu apo dhe a kanë me prodhu diçka tjetër, ndoshta edhe angažimi ju ose edhe ju në garë në këto zgjedhje. Unë për shfrytëzoj me qenë se është fundi po ndoket i kësaj bisede, me ftu gjithë njerëz që dojnë opozit edhe që besojnë demokraci, edhe që besojnë PSD mu angazhu në këtë fushat, PSD-ja duhet me qenë kuvend edhe është ndryshimi për një me këtu në zgjedhje. A ka me lujt rol Vjosa Osmani, për mu shkëllëzena shumë e rëndësishme që Vjosa Osmani e ka ditë që Kurti është i rrezikshëm, po e tha veç masi su bu presidente. Kjo është tregon që nuk ka dallim politik aty, unë e Vjosës nuk ja besoj opozitarizmin vend, se Vjosa është prish për karrikt presidentit. Ka thonë që ja kom caktu ditën e zgjedhjeve, ka thonë që lash vendin 5 vjet pa krye prokuror, i shërbeva totalisht, e çka ndodhi që nuk e më zgjodhi prap, për mu që tu përfundon shpresa që Vjosa mundet m'ju bashku opozitës që është për një me. Aq ma tepër kur kjo po shkon te LDK-ja, një subjekt për cilin e dim se çka i ka shkaktu. Vjoska është fluska e radhës që nuk isha dashme na hup ma shumë kohë në kuptimin elektoral se kësi fluska patë ma herët. Nuk është Momembli, është Bedreu u kry. Shkoj Kurti në shpe. Nuk është Isa, është Lumiri u kry. Nuk është çështje me rrëzu Kurtin me emra 3, është me kauza 3-ja, me kauza për një me, tu mos dash me ndohë pushtetë, tu mos qenë në politik për pozicion të rehatis. Herë ta vonë që kjo është ka me qenë ajo që ka me rrëzu Kurtin. Herë ta vonë, veç ata që e kanë për një me, e besojnë të rishpërndarja pasurisë, që besojnë të mirëqenia sociale. Herë ta vonë, veç ata që ja ndrojnë jetën, ja u prekin jetën qytetare, veç që ajo ka me rrëzu Kurtin. Nuk ka me rrëzu kërkush pse Kurti ka vendos me qitë për përdurimit. Kurti Vjosën e ka, në kuptimin e ka elektoralisht, mund të me thonë që e ka përdor, a e ka bo mirë, që se ka zgjedhë 2 herë presidente. Kjo tani metet në gjykimin e njerëzve, po nëse e kishë zgjedhë presidente, Vjosa ka qenë gati prap mi shërby në shumicën e temave. Ndoshta në politikën ndërkombëtare nuk i ka konvenu, po Kurti po e don dikon që është edhe maj nënshtrum se Vjosa. Edhe ma i bindun se Vjosa. Do më thonë si ka kry puna zë Vjosa që na kalon pa krye prokuror. Çka po të regoj është jo nuk muna me besu që Vjosa Osmani është zëri opozitor edhe qaj person që po na shpjegon pse Kurti është i rrezikshëm. Nuk mund është deri në 1 sekond me thonë po du më bo presidente edhe nuk je i rrezikshëm, edhe në momentin tjetër me thonë i rrezikshëm se nuk e mboni mu. Për shta po thonë që është veç PSD-ja ndryshimin këto zgjedhje, po shpresoj që ky muj ka me na shërby me bindë sa ma shumë njerëz, edhe kena me ndru nëse jo në numra, nëse jo në numra, përmbajtësisht kena me ndru skenën kosovare politikisht. Në politik bërja. Nëse jo ka rëndësi shumë, apo ja nis me ndru shpjegimi politik, apo ja nis me ndru opozitarizmi për me pa që edhe Kurti bjen numra. Nuk ka me ra Kurti qatë shpejt si potencial, edhe nëse bjen 3%, 4, 50, edhe kur ra 42% nuk u boma pak i rrezikshëm, se su ndërtu kur gjo e re. E për këta jemi të punu shumë këtë muj, edhe kemi punu 6 vjet pa ndalë në për aksione ku kemi pas mundësi që me në afat gjatë me ndërtu diçka të re. Natyrën e besoj në këto, ma shumë sa numra besoj në përbamin e tyne, njerëzit. E kom përmend qëtu, po më do kom me Yll Hoxhën kër e kom pasë në podcast, i kom thonë që opozit ma e fuqishme, me vetëm 6 numra ka qenë ata njerëz që e kanë përfaqësu orën atëherë kur në zgjedhjet e para, kur ora vetëm surrojt.
hyrin kuvend, se sot nështë komplet 49% i deputetëve. Unë uroj që ju me dalë mirë edhe me performu mirë në këto zgjedhje, sepse nuk ka pushtet mirë në asnjë vend ku nuk ka opozitë fuqishme e ku nuk ka vetdije të lartë qytetare që i lypin përgjegjësi atyre që i quajnë pushtet. Ashtu është, jeta e qytetarëve bëhet më e mirë kur ka opozitë që marrin pushtetin përgjithës. Edhe për këto po i bojnë thirrje qytetarit. Kështu që faleminderit edhe një herë për mundësinë. Faleminderit natyre, ishte kënaqësi. Kënaqësi, si gjithherë.